Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam, Sulejmani alayhi salatu wassalam, jo Sulejmani i historisë dhe i filmave. Sulejmani alayhi salam, pejgamberi i përmendur në Kur'anin Kerim, i cili kishte pushtetin që askush më deri ditën e Kiametit nuk do e ketë, i cili kishte pasurinë që askush më deri ditën e Kiametit nuk do e ketë. Mirë po, me kretë këto mirësi, a ishte i përullur para Zotit, dhe kur e pyeste njerëzit pse ka shumë falendërues të ndaj Zotit, Allahu e ka regjistruar përgjigjen e tij në Kur'anin Kerim, që njeriu i Zotit kur të lexojë të marrë mosim dhe të marrë mend, dhe të shikojë si duket jetë besimtari. Ai thotë e di që kjo çka vjen vepër i Zotit tim, i cili mos provon, a do të jemi në rrot falendërues për të mira që Zoti i dhuron, ose do të jemi mohues dhe përbuzës i të mirave që Zoti i dhuron. Pra ne e kujtojmë dhe e duam Zotin atëherë kur kemi nevoja, atëherë kur kemi vështirësi, por neve kur i jetojmë në të mira, harrojmë ta falenderojmë ato i cili na e dha rahatin dhe mirësinë. E Sulejmani alayhi salam shembulli përkryer si duhet me qenë besimtari. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, ai i cili qohej natën, dhe fali aq gjatë sa që bashkëshortja e tij mendonte mos ndoshta ndërroi jetë duke qëndruar në këmbë. Pastaj shkonte në ruku, qëndronte aq gjatë sa që bashkëshortja mendonte mos ndoshta ndërroi jetë duke qëndruar në ruku. Binte në sejdë dhe qëndronte aq gjatë sa që bashkëshortja mendonte mos ndoshta ndërroi jetë Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Dhe pasi përfundonte namazin i thonë: "O i dërguar i Zotit, ty që Allahu ta ka garantuar xhenetin, ty që Allahu të ka ngritur gradat më të larta të xhenetit, ty që Allahu t'i ka falur lëshimet e kaluara, dhe Allahu të ka marrë mbrojtje për mos me bë lëshime të ardhmen. Pse është e nevojshme ka shumë ëndje ka kombët? Pse është e nevojshme gjithë këto lopë të dhirtën? Pse është e nevojshme gjithë ky ibadeti? E fela e kunu abden shakura, a mos jem tha unë rob falendërues tani? Pra Allahu ma garantoi xhenetin, mi dha të mirat, a mos jem rob falendërues tani? E vëllezërit e mi, ai i cili me javë të tëra shtrëngonte gurin në barkun e tij nga uria, ai ishte çka bënte këtë ibadet dhe falenderonte Zotin. Kurse ne sot çka kemi nga 3 ushqime ditore, ne sot çka në përdasmat tona, restorantet tona, hudhim ushqimin pa kontroll. Ne sot çka bëjmë